Kjo është pyetja më e shpesh që mua më është bërë në privat gjithashtu edhe nëpër komente se kur mund të hiqet Zusatzblatt, domethënë kartoni jeshil që është i bashkangjitur me Aufenthaltstitel që ne marrim në Gjermani. Atëherë kjo është shumë e vështirë, sepse të gjithë e dimë që në Gjermani ka disa ligje të cilat duhet të zbatohen ashtu si duhet. Atëherë mënyra më e mirë që mund të heqësh Zusatzblatt është që kur bëhen 5 vite të rregullta pune në Gjermani, që do të thotë atëherë ti ke të drejtë që të aplikosh për Niederlassungserlaubnis ose më mirë për letra të përhershme, edhe atëherë kartoni jeshil hiqet automatikisht. Një mënyrë tjetër e cila përflitet që unë nuk e jap të sigurt është nëse ju ndroni paragrafin Aufenthalt, domethënë keni një Aufenthalt i cili nuk e lejon që ju ta hiqni Zusatzblatt, atëherë kalon në një Aufenthalt tjetër i cili e lejon që ju ta hiqni Zusatzblatt. Por kjo mënyrë është shumë e vështirë dhe unë nuk mund t'jap diçka të sigurt për këtë, sepse nuk jam specialiste e kësaj pune, kështu që nuk mund të them diçka për të cilën unë nuk jam e sigurt. Kështu që besoj se isha e qartë që mënyra vetme është vetëm kur ju të merrni letrat e përhershme në Gjermani, edhe atëherë do të hiqet automatikisht kartoni jeshil që është i bashkangjitur me Aufenthaltin që ju zotëroni. Sigurisht nëse ndonjëri për ju ka eksperiencë tjetër dhe ka bërë të mundur që ta heqë Zusatzblatt pa mbushur 5 vite punë dhe domethënë pa aplikuar për Niederlassungserlaubnis, atëherë është i lutur që të shkruajë në koment, sepse të gjithë e dimë që Gjermania është e madhe dhe zakonisht ka komuna të cilat operojnë ndryshe, domethënë çdo komunë operon ndryshe, nuk është njëjtë në çdo vend. Kështu që ju faleminderit nëse tregoni eksperiencën tuaj.